Me interes të jashtëzakonshëm u prit nga publiku rihapja e Kinema Republika në Shkodër. Për mua është një lajm shumë i rëndësishëm, jo vetëm si artdashëse dhe si kinemadashëse, po jam rrit në këtë vend, kështu që kam shumë kujtime të bukura. Është edhe nostalgjia për kineman që erdhe sonte. Është këndshëm, i duhet ai nis një gjaku me kalu kohën, ku marrë me shiu filmat e fundit. Unë jam shumë i kënaqur që u hap kinemaja që me pa filma dhe mos me i pa prin në shtëpi. Kinema Republika u rikthye zyrtarisht pas një rikonstruksioni të plotë të saj. Në premierën e parë pati radhë nga qytetarët e çdo grup moshe, dëshmi e lidhjes së fortë që Shkodra ka me kineman dhe ekranin e madh, ndërsa për drejtuesit e kulturës në Shkodër tashmë për ta pasionuarit e kinemas nis një periudhë re, ku në fokus janë filmat më të fundit. Mbas një rikonstruksioni shumë dinjitoz të godinës dhe një rikthimi në identitet të këtij institucioni që gjithë shkodranët janë krenuar me të, ne sot jemi njësoj si çdo qytet evropian. Po shohim edhe njerëz të cilët po e frekuentojnë, interesi është shumë i madh, kjo jo vetëm për shkak të investimeve bashkëkohore që kemi bërë në institucionin tonë, por edhe nga dëshira e madhe për artin, kulturën dhe sidomos për kinematografinë. Rikthimi i Kinema Republika në Shkodër shënon jo vetëm rifillimin e filmave në ekranin e madh, por edhe ringjalljen e një tradite kulturore në veri të vendit.